Çdo biznes, çdo kompani duhet të ketë 3 role në kompani. Në qoftë se biznesi jot nuk i ka këto 3 rolet, je duke lënë shumë lek në tavolinë apo je duke humbur shumë. Je duke humbur shumë fitim, je duke humbur shumë kohë, nuk po e përdor kohën siç duhet, edhe kjo mund të krijojë probleme personale me familjen, nuk e ka për familjen, nuk e ka për veten, për mirëmbajtje, për shëndetin, nuk e ka për të kujdes për shëndetin. Dhe e treta është që nëse ti nuk i ke këto 3 rolet në kompani, do të thotë që ti je duke vepruar në mënyrë artizanale, në mënyrë primitive, dhe ti nuk je i kohës, Cilët janë këto 3 rolet? Okej. Roli numër 1. Roli i sipërmarrësit. Roli më kryesor në kompani. Pronari, biznesmeni, i cili ka në detyrë që të marrë këtë anijen, ta çojë në vendin në destinacionin e duhur. Ta marrë kompaninë dhe të xhirojë atë lloj fitimi që ai ka vendosur. Pse është ky pozicioni shumë i rëndësishëm? Është sepse ky është koka dhe ky duhet të jetë njeriu më i përgjegjshëm. Ky duhet të jetë më i kujdesshëm. Pse? Sepse ky ka mbi kokën e pronarit janë bankat, janë gjithë stakeholders, grupet e interesit. Janë bankat, janë klientët, janë furnitorët, janë gjithë që varen nga aktiviteti i këtij. Pse bankat? Se banka ka financuar për kredinë e këtij. Janë furnitorët, po, sepse kanë dhënë mallin apo kanë dhënë produktin dhe presin që të paguhen. Pse klientët? Sepse kanë paguar për shërbimin dhe pret. Pra, roli konceptual, roli numër 1 është i sipërmarrësit, por duhet ta zhvillosh këtë rol. Nuk është thjesht që ke nga natyra. Është tjetër gjë ti jesh sipërmarrës dhe është komplet gjë tjetër të bësh rolin e sipërmarrësit. Mund të jesh sipërmarrës, por nuk bën rolin e sipërmarrësit. Bën role tjera. Roli 1 është roli i sipërmarrësit. Okej? Se çfarë është do t'ju a them pak më vonë. Roli numër 2 është roli menaxherial, i cili është ai personi i cili merr projektin në dorë edhe si thua e çon deri në fund. Ky rol menaxherial zakonisht është pronari, është drejtori, është roli i CEO, ose është menaxheri i shitjeve ose i departamentit produktit. Roli numër 3 është roli teknik, është ai personi që bën punën. I cili është një person i cili është pronari, flet me klientin, takon klientin, flet me furnitorin, takon furnitorin edhe bën shërbimin. Roli teknik është menaxheri i shitjeve, drejtori i shitjeve, del vetë në terren, takon klientët VIP, i dhe i shërben edhe i bë. Është edhe roli i shitësit të thjesht ose i punonjësit të thjesht që bën nivelin teknik, pra bën punën. Okej? Tani mbani mend këtë gjë që për më tepër duhet të lëm një takim që t'ju sqaroj më tepër në biznesin tuaj, sepse nuk dua të ngjaj shumë teorike dhe shumë e përgjithshëm. Po mbani mend këto 3 rolet dhe nëse dëshiron që këto 3 role ti t'i aplikosh te kompania jote për të rritur fitimin, për të ulur kohën që ti harxhon në biznes, për shëndetin tënd, kujdesesh për shëndetin, për familjen tënde që të kalosh më tepër kohë me familjen, atëherë ta sugjeroj 3 rolet në kompani. Nëse kjo teknik të pëlqeu dhe mendon që ta përdorësh të teknik komunikimi në marrëdhëniet që ti ke me të tjerët, dhe vërtet kjo teknik ty të ndihmoj që të përmirësosh diçka në jetën tënde, të pres të më shkruash në WhatsApp edhe të më thuash që hey Ermi, shikoj, unë provova këtë dhe më funksionoi. Kjo për efekt të rrallpar për të tjerët, të cilët të marrin shembullin tënd, mund të komentosh më poshtë ose mund të më shkruash direkte në WhatsApp, por të tjerët të marrin mësim nga ty që ti e përdore dhe ti kontribove tek të tjerët në mënyrë që të përmirësojnë komunikimin, por nga ana tjetër, kjo do të ishte edhe një feedback për mua në mënyrë që unë të kuptoj që këto që po them janë gjëra që funksionojnë edhe që janë gjëra që janë të vërteta. Okej? Të pres të më shkruash në WhatsApp në numrin i cili është i shkruar më poshtë ose mund të thjesht komentosh më poshtë. Të përshëndes.